në të ardha ato besimtarë që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu xhël xhelalu lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, siç na ka mësuar jetën e kësaj bote, të ndalemi me diçka nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe mrekullitë e tij, na mundsoj Zoti ditën e Kiametit të jemi bashkë me të. Amin. Allahu të lutem që ai të jetë ndërmjetësuesi ynë tek Zoti në ditë e cila është ditë e vështirë, në ditë që nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastër dhe me vepra të mira, po sado që njeriu të bëj e të mundohet, prapë mbetet i dobët dhe i vakët për t'i dhënë Allahu xhël xhelalu atë çka meriton Allahu xhël xhelalu. Për të arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e lavdronte Allahun dhe kur e madhronte Zotin, thoshte subhanaka la nuhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. I të lirë, i madhërishëm jeti o Allah, nuk mund të madhrojmë as falenderojmë ashtu siç e meriton ti. E nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta madhronte Zotin ashtu siç e meritonte Allahu xhël xhelalu, merrem për njerëzit e tjerë përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa të dobët dhe sa të pafuqishëm janë njerëzit përveç tij sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, njeriu në jetën e kësaj bote kalon momente gëzimi dhe vështirësia dhe hidhrimi. Dhe ndonjëherë njeriu kur në jetën e kësaj bote kur humb dikë që është i afërm apo i dashur, përjeton, si më thon, momente të vështira. Po kur mendon njeriu se çfarë kanë përjetuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me humbjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po njeriu nuk do të humb njeriu e tij dashur, qoftë në familje, qoftë në gjak, edhe thonë i ndryshon, si më thon, humori, ndryshon sjellja dhe e përjeton, dhe është normale, pra atë që është njëri normal, flasim gjithmonë. Merrem mend çfarë përjetimi kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me humbjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, studimi i jetës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, studimi i sirës së tij, studimi i mrekullive të pejgamberit alayhis salatu wassalam është një arsye më shumë që ne, si më thënë, të jetojmë me të dhe të kalojmë kohë me të sallallahu alaihi wasallam, sepse ka dashur i madh Zot, ka dashur Allahu xhël xhelaluhu që ne ta kemi mirësinë e ruajtjes së jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ruajtur me transmetime, siç janë ruajtur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç janë ruajtur, siç është ruajtur Kur'ani famëlar të rrugës transmetimet, apo siç janë ruajtur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pjesë e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë pikërisht mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne me thënë drejtën kemi përmendur shumë në mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që do të ndalemi sërish në mrekullitë e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo se kjo do të bëhet sebeb që ne, si më thënë, besojmë, por njeriu kur përjeton këto momente dhe situata e kupton pozitën, pozicionin, vendin që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek Zoti i gjithësisë, po argumentat i mjaftueshme dhe mrekullitë që Zoti ju ka dhënë njerëzve nëpërmjet tij, po edhe, si më thon, në kuptimin e diturisë, pra mësojmë diçka më shumë, po edhe me atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë mrekulli, ndërkohë që ndoshta ne jemi të informuar për copza ose për disa prej tyre, por nuk është se ka pas një studim le të themi duke i hyrë me themel kësaj pune. Me shpresën e të madhe Zot, sot do ndalemi, më duket se jemi tek numri i 64 i mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mrekullia e sotme ka të bëjë me historinë e Selman el Farisiut radhiyallahu ta'ala anhu. Selman el Farisiu, siç e dini të gjithë, pati një rrugtim gjatë dhe të vështirë në pranimin e Islamit. Tani tregon Selman el Farisiu. Hadithën transmeton Bureida, po tregon nga Selmani radhiyallahu ta'ala anhu. Thotë, kur erdhi Selmani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة